cili është qëndrimi i PDK-s për presidentin edhe a keni dalë me kandidaturë? Jo, s'kemi dalë. U përmend emri edhe Andin Hutit edhe Justina Pulës, cili mendoni që mundet me marrë për krajen edhe deputetëve të vendosis? Nuk e di, kam parasysh në gjitha partitë, gjitha grupet parlamentare bajnë qëndrimet e tyre. Kemi një qëndrim publik si Parti Demokratike, tani kemi mbledhje, nuk e di këtu, dhe tashëm përmend 4-5 kandidatura. Ta shojmë. Sipas jush, cili është ideali? Ideali është ai që i fiton votat. A do të keni takime me vendosjen? Në politikë s'ka ideale as pëlqyeshmëri, kisha me thonë, por në variantin qysh po propagandohet, por pozita e presidentit Kosovës është një pozitë që duhet me qenë dakord shumica e deputetëve, shumica partive politike, dhe duhet me qenë pëlqyeshmëria dhe qytetarëve, po mbi gjitha garancia që ai që zgjidhet do t'i shërbej vendit dhe do t'jetë garantues i kushtetutës. A ju ka kontaktuar Andin Huti për me kërku? Po? Jo. Jo? Jo. A do ta përkrahni kjo personalisht? Unë do të përkraj vendimet e partisë.